Gjatë viteve të fundit, vendi ynë ka përjetuar një rritje të ndjeshme të investimeve të sistemeve fotovoltaike, si nga bizneset ashtu edhe nga familjet dhe institucionet publike. Rritja e çmimeve të energjisë, nevoja për më shumë pavarësi energjetike dhe angazhimet për mbrojtjen e mjedisit kanë bërë që energjia diellore të shihet gjithnjë e më shumë si një zgjidhje praktike dhe afatgjatë. Por sa e zhvilluar është realisht kjo industri në Shqipëri? Si funksionojnë panelet fotovoltaike? A ja vlen investimi për një familje apo për një shkollë? Cilat janë përfitimet ekonomike, mjedisore dhe sociale që sjell përdorimi i energjisë së rinovueshme? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve dhe pyetjeve të tjera, sot do të kemi të ftuar Anduel Çekrezin, ekspert i energjisë diellore, me të cilin do të diskutojmë mbi sfidat, mundësitë dhe perspektivën e këtij sektori në Shqipëri. Zoti Anduel, shumë faleminderit që keni pranuar të jeni sot në këtë podcast me mua. Faleminderit për ftesën. Dua ta filloj këtë bisedë me faktin që në Shqipëri aspekti i energjisë së rinovueshme apo investimet me këtë kategori janë sa më shumë në rritje dhe vitet e fundit është një investim që ne e shohim të pranishëm si në institucione publike, si në komunitet, si në personat privat, pra në individët që e bëjnë përshpinën e tyre. Doja të pyesja si shikohet e ardhmja në Shqipëri e këtij lloji investimi. Si shikohen vitet e ardhshme sa i përket mundësive që Shqipëria ka për këtë lloj investime. Për të vërtetës, ky është një trend i ri faktikisht që në Shqipëri ka ndodhur që ose po themi ka rifilluar. Ne kemi pas një ligj të vitit 2017 për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet rinovueshme. Është një ligj bazë i cili një lloj ligji që është një nën-ligj i ligjit të sektorit të energjisë elektrike, i cili hap të rrugën pikërisht të po themi prodhimit të energjisë edhe nga format të tjera, siç ndryshe nga format klasike të prodhimit të energjisë nga hidrocentralet, që ne jemi mësuar në Shqipëri për shkak edhe të historikut dhe të gjës. Dhe erdhëm në forma të tjera, siç ishte ai prodhimi të energjisë nga burimet rinovueshme, siç janë edhe panelet fotovoltaike apo nga dielli, apo edhe nga era. Sigurisht, ky ligj i hapi një lloj rruge pjesës së tregut, por nga ana tjetër mbeti pa plotësuar në aktet e tij nënligjore, të cilat thjesht për të thënë pak historike, se si erdhi gjë dhe për të dhënë pastaj në fund. Mungonte një pjesë e akteve nënligjore që i hapte rrugë pikërisht zbatimit, siç ishin edhe format e vetprodhimit të energjisë, sepse ligji parashikonte që qytetarët apo bizneset mund vetë prodhojnë energjinë për nevojat e tyre vetjake dhe ta shesin apo ta shkëmbejnë te prizën që ata kanë me rrjetin e shpërndarjes ndërkombëtare. Pikërisht deri në vitin 2019 ky lloj zhvillimi, pra vetprodhimi i energjisë nuk ishte i mundur në Shqipëri. Unë në atë kohë kam qenë një nga nismëtarët dhe ata që po themi hartuan dhe drejtuan peticionin Ministrisë Energjetikës edhe institucioneve të kohës, pikërisht për t'i kërkuar udhëzimin, për t'i hapur rrugë udhëzimin e ministrisë, për t'i hapur rrugë pikërisht vetprodhimit të energjisë dhe nga 2019-a. E këtej kemi sot një lloj zhvillimi shumë të madh në këtë drejtim, pra gjithmonë flas për vetprodhimin, sepse duhet të kuptojmë, kemi dy momente, kemi prodhimin, pra parçet e mëdha të cilat prodhojnë energji për tregun, për edhe më gjerë, dhe pastaj kemi edhe vetprodhimin që besoj është edhe tema jonë e interesit. Për atë lloj kategorie njerëzish, institucionesh apo biznesesh të cilat prodhojnë energjinë për nevojat e tyre vetjake. Dhe pikërisht ky lloj udhëzimi i hapi rrugën dhe i bëri të mundur. Unë pastaj isha edhe një pjesë e grupit punës që hartoi gjithë procedurën dhe kjo gjë. Për fat isha njeriu që e njihja këtë gjë për shkak edhe të historikut të jashtë të vendeve të tjera dhe kisha këtë lloj know-how dhe u mundova ta jap dhe ta bëj të sigurisht nga eksperiencë për ta bërë të mundur dhe hapem një treg të ri, sigurisht ishin pa përgatitur, një treg i madh dhe ku pastaj hyn shumë aktorë, sigurisht unë edhe ndoshta edhe si në front të gjës kisha mundësinë për të njohur dhe për të zhvilluar më tej modele ndryshme ekonomike të tregut. Ka ana tjetër u hapën edhe shumë kompani dhe sot është një treg i madh i cili gëlon dhe ka kompani, instalator, rishitës të këtyre pajisjeve për shkak të kësaj udhëzimi që hartuam në atë kohë. Erdhi në Shqipëri unë mendoj që shumë gjëra vijnë edhe për shkak sepse i vjen momenti. Pra gjëra mund të vonohen, mund të kanë një lloj skepticizmi, por pastaj kuptojnë që vjen momenti dhe gjëra merr një boom. Sot mund të them që numëron rreth 400-500 megawatt të instaluar, që do thotë në terma ekonomik, po themi të paktën për një 300-400 milion euro
investime private, totalisht për nevoja të kursimit të energjisë, sepse në thelb çfarë është vetë prodhimi? Është ti të kursesh, krijosh një lloj qëndrueshmërie, pra të prodhosh energji për nevojën tënde, e para ke një energji të sigurt, pra nuk je më i varur e kam se kam, më vjen s'më vjen, po e ke të sigurt e ke tënde dhe qëllimi kush është? Pse e bën interesant? Është kursimi. Sepse ke një kosto, ke një faturë energji zero, për shkak se ti e prodhon këtë energji vet. Pra kjo e bën tërheqëse, kjo e bëri shumë tërheqëse përgjithsisht edhe nga bizneset, të vogla, të mesme, të mëdha, por edhe nga familjarët apo institucione apo donatorë të ndryshëm, të cilat mblidhen gjithë së bashku dhe bëjnë këtë dhe japin këtë lloj rezultati, e cila e para është një e mirë ekonomike, e dyta është mjedisore, sepse gjithë ato energji, kur them ekonomike, nuk e kam vetëm në aspektin e kursimit të faturës të atij që instalon. Por e kam edhe në aspektin makro kombëtar, që do të thotë energji që nuk importojmë nga jashtë, që do të thotë para që nuk ikën nga jashtë, por e prodhojmë vetë këtu. Pra e para na kursen direkt xhepin personal dhe dyta edhe xhepin publik apo të madh që të gjithë qytetarë. Në aspekti ambiental, sigurisht edhe kjo bën sens. Shpesh në Shqipëri më thonë këtë që po çfarë ambienti ne e prodhojmë 100% rinovueshme, s'ka problem. Jo, nuk është e vërtetë që e prodhojmë 100% rinovueshme, por ne importojmë energji kur ne nuk kemi të mundur ta vetë prodhojmë ose ta në nivel kombëtar gjithë energjinë. Çfarë do të thotë kur importojmë? Do të thotë pjesën e parë ekonomike shpjegova që para që ikën jashtë, dhe e dyta, ajo që ti importon nuk është më energji e pastër. Sepse ti importon nga vendet fqinje. Vendet fqinje kanë historik tjetër të prodhimit të energjisë. Shqipëria është unike, është 100% rinovueshme dhe ky është fat dhe duhet ta mbajmë fort. Por vendet fqinje prodhojnë siç janë, po themi Kosova, po marr vetëm është me qymyr. Serbia, gaz, qymyr, ndotje kolosale të gjës. Pra, gjitha energjia që na vjen nga rajoni është një energji e pastër, që do të thotë, nëse e prodhojmë nga burimet rinovueshme vetë, atëherë do të thotë automatikisht edhe pjesën mjedisore. Aspektin social, sigurisht. Në shumë projekte ndryshme, ne kuptojmë, qoftë edhe kur janë institucione arsimore ku janë implementuar këtë lloj teknologjisë, ne shumë e dobishme sepse po sjellim një brez i cili ka ndërgjegjësimin në radh parë të prodhimit të energjisë vet, kupton se sa të mira materiale mjedisore ka ky lloj teknologjie dhe bëhet dhe si thosh bëhet familiarizohet ai shumë dhe patjetër që brezat sjellin ide më të reja, ide më inovative për ta zhvilluar edhe teknologjinë. Pra koncepti vetë prodhimit nga burimet e rinovueshme është një gjë ne nuk e kemi shpikur ne, thjesht e kemi adaptuar, ndoshta pak më vonesë si gjërat në Shqipëri që don një kthes shumë të fortë, por gjithsesi sot ky është realitet. Dhe Shqipëria duhet të ecë në këtë drejtim. Nga ana tjetër ka një element shumë të rëndësishëm, çfarë ndihmon sistemin këto lloj impiantesh dhe pse Shqipëria duhet të ecë në këtë drejtim. Sepse ne kemi një nevojë imediate për diversifikim të prodhimit të burimeve të rinovueshme të energjisë. Se duket fjalë gjatë, duket shumë si fjalë gjatë. Çfarë do të them me këtë? Ne prodhojmë kryesisht nga hidrocentralet. Tani kemi fillu trendin e vetë prodhimit, siç përmendën familjar, biznese etj. Me radhë. Kemi edhe parqe të mëdha të prodhimit të energjisë nga panelet fotovoltaike dhe kjo është, po në total, e dini sa është konsum, e dini sa është kjo përqindje gjithë këtyre paneleve që për vetë prodhimit të nuk arrin më shumë se 15% të konsumit total të energjisë në vend. Që do të thotë, duhet akoma shumë punë që të arrin. Por nga ana tjetër, çfarë na ndihmon kjo prodhimi i energjisë në mënyrë të ndryshme, diversifikim. Na ndihmon pikërisht vendin që të prodhojë energji kur nuk e ka, sepse dihet që nga hidrocentralet ne prodhojmë kur kemi ujë. Që do të thonë periudha dimri ose në vite me ujë. Me ujë, po. Por ne kemi parë dhe ju shpesh keni dëgjuar që ky vit i thatë, rritja ekonomike shumë e ulët, shumë para të shpenzuara për energjinë. Pse? Se është një vit i thatë, lumen kanë pas shumë pak ujë. Dhe atëherë çfarë kemi bërë? Kemi importuar rreth 40% nevojës tonë energjetike të vendit, po janë 100 milionë euro që ikin nga ky vend. Dhe nga ana tjetër, nëse ne prodhojmë nga një mënyrë ndryshme, siç është dielli në këtë rast, për panelet fotovoltaike, atëherë prodhojmë kur ujë nuk ka, që do të thotë në sezonin e verës, që ujë kemi më pak, por kemi diell më shumë dhe mund të bëjë një balancim sistemi, sepse sistemi në makro
duhet të jetë i balancuar, kërkesa me nevojën, se pastaj bëhet çik shumë e komplikuar. Jo, pikërisht për këtë doja të pyesja, për të qenë edhe më të qartë për publikun, se ne dëgjojmë shumë energjia diellore, por çfarë realisht është energjia diellore dhe pse konsiderohet energjia diellore si një ndër format apo burimet më të rëndësishme të energjisë së rinovueshme? Që të jem shumë i saktë dhe si tush që ta filloj në mënyrë shumë shtëruese është gjithçka lind nga dielli në fakt. Edhe energjia hidrike, edhe energjia e erës, është dielli ai që e sjell të gjithë këtë lloj ndërveprimi, sepse kuptohet që pa diell ne nuk kemi efektin po themi rëndom e avullimit të ujit, që krijon në shi dhe pastaj krijojnë rënien dhe pastaj krijojnë lumen dhe pastaj këto lumen përdoren për hidrocentratë. Pra, edhe era nga ana tjetër është dielli ai që krijon disbalancën e temperaturave, që krijon rrymat e erës dhe pastaj përdoret. Nga ana tjetër kemi edhe teknologjinë direkte fotovoltaike, e cila është direkt me ndërveprim me diellin dhe për t'ju ardhur pyetjes tuaj se si funksionon dhe çfarë është, siç përmenda edhe teknologjitë e mëparshme, por ajo që vlen përmendit është teknologjia fotovoltaike direkte e diellit, e cila shpeshherë ngatrohet në fakt me konceptin e nxehtësisë, e temperaturës, por nuk ka të bëjë, është këtu po flasim për fotovoltaike, pra për dritën. Është teknologjia e dritës. Janë rrezet e dritës ato, jo të temperaturës, por të dritës, të cilat përthisen nga këto qeliza fotovoltaike silikoni dhe bëjnë konvertimin nga po themi nga drita, nga rrezja e dritës në energji të vazhdueshme. Që është energjia që konverton këto qeliza. Pastaj nëpërmjet pajisjeve të tjera siç janë inverterat, e invertojnë energjinë nga energjia e vazhdueshme në energji alternative, është ajo që ne përdorim sot gjithë këtu apo qoftë edhe në këtë studio për ta ndriçuar dhe për gjithë pajisjet që ne kemi. Dhe kjo pastaj e bën të mundur përdorimin në të gjithë rrjetin tonë të sistemit energjetik të shpërndarjes. Pra, kemi rrezën e dritës që godet në këto sipërfaqe apo përplaset në këto sipërfaqe të këtyre qelizave silikoni të prodhuara për këtë punë dhe pastaj nëpërmjet përcjellsave në këto alternator apo inverter konvertojnë energjinë nga e vazhduar në alternative, që është ajo që ne përdorim sot elektricitetin në rëndom shtëpitë tona. A është kjo që ju sapo shpjeguat mënyra se si funksionon një panel fotovoltaik? Eksakt. Shiko, kur themi panel fotovoltaik, në fakt mendojmë vetëm panelin, po është një tërësi sistemi, nuk është vetëm paneli. Paneli është ajo që ne shohim faktikisht, por në vetvete ka dhe komponentë të tjerë, siç është inverteri, që përmenda pak më lart, dhe përcjellësa që bëjnë të mundur lidhjen nga paneli tek inverteri dhe pastaj nga inverteri tek kuadri i shtëpisë apo i shkollës apo i institucionit apo i biznesit elektrik, i cili bën dhe pastaj shpërndarjen e energjisë elektrike apo të nevojë. Pra, është një tërësi sistemi i cili ndërvepron dhe piknisjen e ka kur lind dielli. Momentin që një rrezë drite godet në këtë panel, në këtë sipërfaqe të vendosur në dispozicion për kapjen e këtyre rrezë. Shpeshherë njerëzit e ngatrojnë konceptin e diellit me temperaturën dhe shpeshherë kam dëgjuar që po tani po bën shumë nxehtë, ose për shembull në shtëpinë ose në zonën time bën shumë nxehtë dhe është mirë se prodhon larg, jo në fakt është e kundërta koncepti. Paneli fotovoltaik nuk punon me nxehtësi, ndryshe nga panelet rëndom të ujit që ne jemi mësuar, që pra panelet termo elektrike, që janë ata që për ngrohjen e ujit, këtu flasim për tjetër koncept, në duke duken të dy një lloj, por në fakt janë dy teknologji të ndryshme, e cila njëra bazohet tek tek drita. Që pra është thjesht elementi i dritës që ajo merr, jo elementi i nxehtësisë. Përkundrazi, nxehtësia është një element negativ në prodhimin e energjisë elektrike për shkak se ul rendimentin e prodhimit të këtyre paneleve etj, pa që janë element negativ. Pra, koncepti i drejtë është ky që panelet fotovoltaike punojnë vetëm në rrezet e dritës. Kjo nuk do të thotë që nuk punojnë kur koha nuk është apo kur dielli nuk është në ndryshim. Sa do të pyesja? Këtë fakt nuk je vetëm, se të gjithë pastaj. Shumë njerëz e kanë këtë pyetje, që nëse ka të bëjë drejt për së drejti me dritën, a do të kemi mungesë në raste të kur koha është e vranët, kur ka shi, kur ne nuk e shohim realisht diellin apo dritën e diellit? Kjo është plotësisht e vërtetë që ka një lloj ndryshimi të rendimentit. Nuk do të thotë që nuk punon. Panelet punojnë edhe në shi. Por prodhimi është jo aq i madh, ose më saktë,
është goxha e reduktuar nëse kemi një ditë me diell. Një ditë me diell me një ndriçim të plot, ato kanë maksimumin e rendimentit që janë të programuar për atë pjesë. Në ditë me vranësirë, pra apo në ditë me shi, sigurisht që rendimenti është minimal për shkak të vështirësisë së rrezeve të dritës për të goditur panelin. Po kjo nuk lidhet as me ujin, as me shiun, po është thjesht pengesa që rreth shkaktojnë për rrezet e dritës për të përçuar dritën tek paneli. Dhe kjo është edhe arsye pse edhe natën nuk punojnë, për shkak se nuk ka një element të dritës që të japin këtë lloj potenciali. Që ekziston, po kjo nuk do të thotë që sfida që kanë energji të rinovueshme, qofshin këto panelet fotovoltaike apo prodhimi nga turbinat eolike, pra wind turbines, apo prodhime të tjera të energjisë që janë të lidhura me kushtet atmosferike. Që do të kemi diell, kemi prodhim nga fotovoltaik, kemi erë, kemi prodhim të energjisë. Sfida e tyre është përshtatja e prodhimit të këtyre me kërkesën. Sepse kemi ndryshe prodhimin nga dielli kur është vetëm në ditët me diell apo ditën, ndërkohë që kemi një kërkesë edhe darkë edhe natë, për shkak se ne e dimë që në shtëpitë tona konsumi është 24 orësh apo jo. Pra kjo e bën, si thua, pak sfiduese pjesën që si mund ta balancojmë kërkesën me prodhimin. Kjo do të thotë që duhet të rrisim prodhimin në mënyrë të lartë, kemi mundësinë e stokimit, e magazinimit të energjisë që prodhojmë gjatë ditës apo kur ka erë, në mënyrë që ta përdorim dhe në orët e pikut të darkës apo dhe gjatë natës. Okay. Dhe kjo tani më ka një luftë teknologjisë, luftë në kuptimin e mirë të fjalës, që ka një përplasje të ideve dhe të mënyrave se si, dhe e gjitha për të parë kush do jetë më eficiente ekonomikisht, sepse këtu është gjithë thelbi. Kush burim i magazinimit, i stokimit, i storage të energjisë do jetë më eficiente dhe më ekonomikisht i mirë, do përdoret në më gjërë. Tani më kemi parë që përdoren bateritë solare, apo jo? Të cilat për të depozituar energjinë që prodhojmë gjatë ditës apo energjinë e tepër, për ta përdorur në orët e natës. Sigurisht që kjo thash është një lloj sektori tani më që ka pafund. Janë bateritë me litium, janë bateritë me teknologji tjera, janë në pump storage kur ti rezervon një rezervuar uji poshtë dhe një rezervuar sipër dhe bën gjithë kërkesën, do më bën gjithë balancimin që kur të duhet energji, lëshon ujin dhe kur ke energji të tepërt e ngjit në atë. Pra ka forma shumë më të ndryshme që janë duke u zhvilluar dhe duke parë, si më thon, progrese dhe rezultate. Mendoj se energjia e rinovueshme është ardhmja dhe është pa diskutim mënyra dur kur para ne si vend duhet të vazhdojmë, sepse e kemi për fat mirë të trashëguar këtë lloj historiu. Ne trashëguam dhe tece, por nuk i kemi më në punë sot, edhe uroj të mos bëjmë të tjerë, dhe të vazhdojmë këtë lloj që e kemi të trashëguar për shkak se tranzicioni i gjelbër që flitet nuk është gjithëtë vetë se ndryshimi nga termocentrale me gaz, me qymyr, me naftë, me ku diun, në kalim të prodhimit të energjisë rinovueshme. Mendoni pak sa do i duan shteteve të tjera për të bërë këtë shift. Do t'i duan miliarda investime. Mendoni Shqipërinë që e ka gjatë këtë lloj avantazhi. Pra, e kemi gjatë të trashëguar dhe nuk ka nevojë që ta prishim apo ta ndryshojmë. Mjafton të ndjekim këtë lloj trendi për të pasur një avantazh shumë herë më të madh se sa vendet fshinje. Sot flitet për taks karboni, sot flitet për taksim të energjisë jo të pastër, ndërkohë që paramendon një vend që e ka. Kështu që ne mund të jemi potencial në këtë drejtim. Në fakt, shumë familje mund të kenë edhe shumë institucione, shkolla, mund të kenë pikpyetje të veta mbi mënyrën se si këto lloj panelesh funksionojnë apo kjo lloj energjie funksionon. Po nga ju kemi dëgjuar vetëm aspekte pozitive. Në sa i përket energjisë rinovueshme, vendosjes së paneleve fotovoltaike, por a është çdo banesë e kualifikuar për të implementuar këtë lloj investimi dhe çfarë faktorësh duhen marrë parasysh nga një familje apo nga një institucion përpara se të ndërmarrin këtë lloj investimi, të vendosjes së një paneli fotovoltaik për të prodhuar energjinë diellore? Shikoni, çdo objekt
i cili ka një lidhje të energjisë elektrike aktuale, që do të thotë furnizohet me energji elektrike nga rrjeti, teorikisht është i mundur që të ketë edhe një burim, po aq të fuqishëm sa furnizimi, ta prodhojë energjinë për nevojat e veta. Pra e thënë ndryshe, nëse ti e ke të mundur që me një përcjellës merr energji në shtëpinë tënde dhe kjo gjë funksionon, atëherë automatikisht e ke të mundur që një burim me atë lloj dimensionimi, ta prodhosh për nevojë. Pra nuk e ke të mundur ta bësh më të madh, sepse nuk të lejon apo nuk është e mundur teknikisht, nuk ke të mundur ta bësh për gjithë lagjin, po për veten tënde për sa kohë që ti mund furnizosh e ke. Nga aspektet teknike, se sa të përshtatshme mund të jenë tarracat apo çatia apo aspekte tjerë, sigurisht që kjo është një analizë e atij instalatorit që ti thret dhe të bën pas një lloj kostoje, një përllogaritje të nevojës që ti ke, bazuar te kostoja e faturës që ty të vjen, pra ti ke një faturë dhe aty është baza, aty është piknisja. Kam një faturë X, sa duhet të instaloj për të pasur këtë lloj zërimi të faturës. Dhe kjo gjëja bëhet duke llogaritur nevojën energjetike me prodhimin që të bën ky implant dhe del llogaria shumë e thjeshtë në këtë drejtim. Pra sa të duhet për të zëruar këtë faturë. Aspekti teknik pastaj. Përgjithsisht janë të gjitha banesat, godinat, përgjithsisht janë të mundshme për të pasur të gjithë, po themi, për të instaluar panele fotovoltaike. Ka një sfidë këtu dhe në fakt kjo ka ardhur edhe, po themi, një nga kërkesat që un kam pas dhe kam drejt politik bërësve, është për shkak të banesave kolektive, pallateve. Pra, kemi qytetar, unë jetoj në pallat personalisht. Nuk e kam të mundur të vendos panele fotovoltaike. Për shkak se tarraca është e limituar, nuk e ka për gjithë banorët, apo shpeshherë janë edhe të zëna, jo me të pozitat, jo me të tjerë histori shqiptare, domethënë që nuk marrin, dhe nuk e ke të mundur. Atëherë çfarë kemi kërkuar? Dhe si është e mundur? Domethënë si është e mundur që kjo të zgjidhet? Për shkak se kjo ka dy probleme. E para, ligji nuk është i drejtë. Për shkak se jo të gjithë qytetarët e kanë të mundur të vetë prodhojnë energjinë, pra aty ligji duhet të jetë i prekshëm. Nëse ne japim një të drejtë qytetarëve që ta përdorin, do të thotë që nuk mund të jetë vetëm për ata në banesa private apo për godina që e kanë të mundur, po për godina që s'e kanë. E para nuk është i drejtë. Pra nuk është i prekshëm për gjithë. E dyta, nuk e bën të mundur që qytetarin pikërisht në këtë lloj banese të investojnë në këtë drejtim dhe të ketë këtë. Dhe çfarë kam sugjeruar? Kam sugjeruar që të integron tek ligji i ri i sektorit e energjisë, pikërisht komunitetet e energjisë rinovueshme, apo forma të tjera të energy sharing, që do të thotë edhe për dikë që ka mundësi ta instalojë dhe ta prodhojë energjinë për nevojat e veta, të prodhojë pak më shumë dhe të ma japi edhe mua që nuk e ka mundësi. Apo forma të ndryshme kur ne mund t'i japim dhe atyre në nevojë. Një formë që ne mund t'i japim një lloj benefit energji të shpërndar. Duket kështu si koncept surreal në fakt, po energjia në vetvete nuk është asgjë tjetër veç se një mall. Është një produkt që ne blejmë. Nuk është një gjë abstrakte që si mund ta blejmë, ku mund ta çojmë, nuk është. Është sistemi që e bën këtë. Mjafton që ne ndërtojmë rregullat e duhura dhe kjo gjë ndodh dhe mund të bëhet. Kështu që këto janë koncepte ndryshme që mund ta bëjnë, siç janë komunitetet e energjisë rinovueshme, komunitetet e energjisë qytetare, ku gjithë banor apo komunitet mund bëhet bashkë dhe mund të ndërtojë një impiant të prodhimit të energjisë rinovueshme. Për sa kohë që janë po këta pjesë e komunitetit që e konsumojnë, e paguajnë. Pse duhet që ajo para atyre të jashtë? Pra kjo mund të ndërmerret si një iniciativë, për shembull, banorët e një pallati mund ta ndërmarrin një iniciativë të përbashkët, vendosin e këtij lloji investimi. Po, por çfarë ndodh nëse sipërfaqja e atë pallat nuk është e mundur për të gjithë banorët? Okay. Pra pikpyetje, jemi se kjo është e mundur. Po çfarë ndodh që nëse ajo tarrac nuk mjafton për gjithë banorët e këtij pallati? Atëherë do të bëjmë diskriminim, ca po, ca jo, ca dhe bëhet shumë e vështirë për ta implementuar. Kush është forma tjetër? Forma tjetër është kur ti si banor, si komunitet, mund të kesh një godinë aty, qoftë një ambulancë, në lagjet tona, një shkollë, që e ka një tarrac shumë më të madhe se sa nevoja e vet energjetike. Okay. Pse jo të mos instalohet aty dhe të kenë energji shkolla, falas dhe banorët që investojnë dhe të marrin benefite nga kjo punë. Pra këto janë forma që nuk janë të shpikura nga ne, mjafton të ja adaptojmë. Sigurisht, është në fazën e re, edhe në Bashkimin Evropian sot që flasim, këto janë forma të reja, vende si Hollanda, apo vende shumë zhvilluara, Gjermania, apo vende tjera, janë në hapat e para të kësaj forme,
por unë mendoj që këtu do vijë edhe Shqipëria një ditë. Që sa më para ne ta shohim këtë gjë, do ta adaptohemi, qoftë në legislacion, qoftë në rregullore, por qoftë edhe në mindset. Është shumë e rëndësishme mindseti në fillim. Që njerëzit duhet kuptojnë që kjo është e mundur. Atëherë do i kemi shumë të thjeshtë dhe adaptimin në finale. Pra edhe më kosto dhe më të ulta. Unë në mos gaboj një muaj kam mora pjesë në një forum të komuniteteve të energjisë së rinovueshme. Është një organizëm i ndërmarrë nga Federata e Komunitetit të Energjisë Rinovueshme Europiane, me selinë në Bruxelles, e cila kishte grupuar nga gjithë Europa dhe për risi këtë radhë kishim edhe vende nga Western Balkans, që ishte Shqipëria, do në ftova për në këtë eveniment për të parë nga afër se si funksionojnë atje komunitetet e energjisë rinovueshme apo komunitetet e energjisë qytetare. Dhe janë forma shumë sigurisht aty emocionohesh kur shikon raste tipike se si komunitetet marrin dorë fatet e tyre energjetike në këtë rast dhe bëhen pjesë e sistemit, sepse nuk mund të jesh më vetëm një konsumator. Shqiptari duhet të kuptojë që është një konsumator aktiv. Ai ka të drejtë të zgjedhje. Para, nëse mund ta prodhoj vetë, e dyta nëse mund të përfitoj nga kjo, e treta nga kush do ta konsumoj, sa duhet ta blej, por janë të drejta që sot në Europë janë të mundura. Në Shqipëri pjesërisht jemi në fazat e para, siç thash, edhe të vetë prodhimit, tani më edhe të grupimit për të vetë prodhuar dhe për energjinë tonë, po edhe për të qitur një pjesë, po edhe për ta ndarë më atë në nevojë, që janë forma të cilat janë shumë interesante dhe bëjnë shumë më të involvuar qytetarin në këtë drejtim për të pasur benefit nga cila, nga një e mirë e përbashkët siç është energjia që e prodhojmë nga burime natyrore. Po për një familje shqiptare, e cila ndoshta jeton në një banesë private apo ka një hapësirë apo plotson këtë faktorin kyç të vendosjes së një paneli fotovoltaik ku prodhohet energji diellore, sa do të kushtonte mesatarisht për një familje zhvillimi apo vendosja e një investimi të tillë në shtëpinë e tij dhe nga ana tjetër sa do të kursej ky banor apo kjo familje në faturat e tij mujore me anë të këtij investimi që mund. Shikoj, kjo duhet parë specifikisht rast pas rasti, sepse thash konsumet e energjive, konsumet e energjisë elektrike për familje janë të ndryshme, sepse ka familje të cilat kanë bazuar edhe ngrojen, edhe gatimin, edhe ne në Shqipëri fakt kemi një shkallë të lartë elektrifikimi në banesat tona, që do të thotë çdo gjë është elektricitet. Qoftë ngroja, ftoja, kondicionimi i shtëpisë, qoftë gatimi, qoftë ndriçimi dhe të gjitha aparatura të tjera. Pa nuk kemi, dhe kjo është gjë e mirë në fakt, sepse ne po shohim një shif sot në Europë, pra nga gazi drejt elektricitetit apo në Amerikë dhe më gjërë, që nuk e kam pas këtë lloj, ne për fat e kemi. Kjo do të thotë që konsumi jon elektricitetit, sepse shpesh energjia është edhe koncept më i gjerë. Janë edhe lëndë të tjera fosile me radhë. Po flasim për elektricitetin. Në një familje shqiptare, nëse marrim një mesatar, po themi me një investim jo më shumë se 2.000 euro ndoshta, apo 3.000 euro ndoshta, sigurisht për një familje me të ardhurat mesatare, mendoj se ka të mundur këtë gjë. Aq më tepër që tani më kemi edhe ka edhe të mundur edhe financim, pikërisht për këto produkte, adekuate për këto produkte, që japin financim deri në 100% vlerës investimit, dhe nuk kërkojmë kolateral përveç se vetë sistemin që ti ndërton, dhe mund të kesh dhe arrin ta zerosh faturën tënde të energjisë. Pra nuk arrin vetëm një pjesë. Thash, në raste të ndryshme, në varësi të investimit, mund të arrish 50% të reduktimit të faturës, por deri në 100% se sistemi ta lejon tani me këtë, fal edhe atij udhëzimi që përmenda në fillim të bisedës, të cilën ti mund të shkëmbesh energjinë tënde me rjetin, pra të prodhosh edhe një tepric gjatë verës dhe ta konsumosh në muajt e dimrit. Dhe kjo e bën të mundur, domethënë fal kësaj gjëje dhe pikërisht kjo gjë e bën edhe më atraktive investimin. Pra një investim i tillë mund të japë deri në 100% të faturës tënde të konsumit tënde elektricitetit. Dhe mund të laj veten, si thuash, brenda pak muajve. Jo, pak muajve është ndoshta mund të shlyej veten brenda pak viteve, që do të thotë sepse sigurisht benefiti është imediat, ndez sistemin sot dhe direkt muajin tjetër ke benefit, por nëse e merr në terma të kthimit investimit, tek familjarët, por i vërtetës është pak më i lartë, për shkak të kostos për njësitë të energjisë elektrike, sepse e kanë tarifën më të ulët se sa bizneset. Pra bizneset ka më të lartë, por edhe ekonomikisht e bën më shumë sens. Por edhe kthimin e bën më të, nga ana tjetër, bizneset investojnë edhe shumë më tepër fuqitë
sepse për shkak nevojës që kanë, dhe kjo e bën dhe çmimin e pajisjeve më atraktive, pra kanë këto disnivele, po themi. Nga ana tjetër, familjarët këtu tek ne nuk kanë fakt politika incentivuese, po jashtë në shtete ndryshme familjarët incentivojnë në mënyra ndryshme, nga zbritja e taksave, nga heqja e TBSH-s, nga për ta bërë pak më atraktive për qytetarët, si atraktive në aspektin ekonomik, për qytetarët në mënyrë që të ndërmarrin këtë lloj nismash dhe sepse thash në fund fare është benefit e gjithë shoqëria, jo vetëm xhepi privat apo individual i atij që bën investimin. Cilat janë disa keqkuptime të zakonshme që dëgjohen rreth rrotull sa i përket paneleve fotovoltaike? Ne folëm për dy në fakt. Keqkuptimi i idesë që panelet nuk funksionojnë fare gjatë periudhës së motit të keq apo të stinës së dimrit, keqkuptimi që sa më nxehtë jetë aq më mirë është, po disa keqkuptime të tjera që ju të keni. Po ndoshta edhe aspektin që ndoshta po kjo ndoshta është superuar që këto nuk janë të mira ku aty ku instalohen sepse kanë rreze, kanë gjëra. Gjë që është totalisht e pavërtetë, është një mit tani më dhe mendoj që këto janë ato dizinformime në fakt që shpeshherë bëhen nga kanale ndryshme ndoshta apo edhe nga njerëz që nuk e kanë formin në dur edhe kanë shikoni, është një teknologji e cila nuk është në lëvizje, pra është një gjë që qëndron, është një silikon i cili bën këtë lloj. Është një lloj teknologji që nuk ka asnjë farë madje, është teknologjia që ka sot është e vetmja që prodhon me koston më të ulët në botë energjinë elektrike, është e vetmja që nuk ka ndotje asnjë lloj përveç se pamjes fizike që dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen, mund të gjej forma ndryshme të integrimit në ndërtesa, që këtu pastaj hyn forma arkitekturore, çështje estetike, por nga aspekti mjedisor, ndotjes apo i teorive konspiracione, nuk ndodhet zero, është teknologji e provuar, e certifikuar që po përdoret masivisht në vende shumë të zhvilluara se sa ne, që në këtë aspekt mendoj që janë ezauruar. Nuk besoj. Ka tipit që po natën çfarë do bëj kur s'ka diell, pra harrojnë konceptin që ti je i lidhur sidoqoftë me gridin, me rrjetin, pra nuk është se shkëputesh. Kur vendos panelet është një gjë ekstra që ti bën. Nuk do të thotë që po shkëputesh nga rrjeti i energjisë dhe u bë çfarë do bëjmë ku këto s'prodhojnë. Po në fakt sepse ky është një perceptim që ti kur implementon panelin ti shkëputesh nga rrjeti. Jo, nuk është kjo. Domethënë po e kuptoj që po natën çfarë, po nuk është kjo. Ai është paralel. Funksionon në mënyrë paralele me rrjetin. Gjithmonë rrjeti është aty, gjithmonë rrjeti është stable, por nga ana tjetër ti ke edhe këtë burim alternativ të prodhimit. Po sa i përket implementimit të këtij investimi, cilat janë gabimet më të zakonshme që ju shikoni nga familjet, po ndoshta edhe nga institucionet apo shkollat që vendosin panelet fotovoltaike? Çfarë gabimesh keni vënë re më së shumti? Nuk ti them gabime, po ndoshta këto janë edhe aspektit teknik, ndoshta nuk është bërë një plan më makro, po janë investime sigurisht, ndoshta sepse është fillimi dhe për shembull nëse marrim në nivel bashkish. Bashkitë nuk kanë bërë një plan të mirëfill, po themi një lloj strategjie të kostos së tyre energjetike. Pra të marrin dhe të bëjnë një plan, një gjë që kemi këtë nivel konsumi energjie dhe të bëjnë një plan se si duhet që në harkun e X viteve të jenë të pavarur, të jenë jo në kuptimin që të kenë një kosto zero. Ka forma ndryshme, sot ka biznes, ka modele biznesi të ndryshme kur kompani të ndryshme apo forma të ndryshme ofrojnë që ti të instalosh këtë lloj burime dhe të kesh një kosto të ulët dhe në harkun e X viteve do kesh pastaj një sistem benefit, një sistem dhe një faturë zero. Në këtë drejtim. Pra e shoh më shumë një lloj strategjie, më shumë se sa gabime tipike, po themi sigurisht mund të kenë gabime teknike të mënyrës instalimit gjëra të tilla, po mendoj që është fillimi dhe ne duhet të jemi tolerant në drejtimin që kur fillimi i gjës është aty, nuk duhet të shikojmë aspekte minore, por duhet të shikojmë aspektet makro, siç është tani kemi një mindset ku gjithë mund të pyesin a mund ta prodhoj energjinë vet dhe kjo është gjë e mirë. Deri dje nuk e bën askush këtë pyetje. Nuk ishte koncepti i gjës. Tani më po fillon. Dhe nga a mund ta prodhoj vet, mund të shkojmë në a mund ta prodhojmë bashkë,
A mund të bëhemi të gjithë që ta prodhojmë energjinë tonë, pra janë aspekte që evolojnë dhe ky është mindset i rëndësishëm që duhet shtyre dhe duhet të ecë në këtë drejtim. Shpesh ne dëgjojmë që shprehjen që do të ulet emetimi i karbonëve nga përdorimi apo implementimi i paneleve fotovoltaike. Çfarë do thotë kjo konkretisht për një publik apo për një person i cili nuk ka lidhje me fushën dhe e dëgjon? Siç është shpreha pak më lart, prodhimi i energjive të rinovueshme, po themi në rang europian, nuk e kalon 20%. Okay. Që do të thotë 80% të tjera prodhohen nga burime jo të rinovueshme, jo të pastra, ose më saktë themi nga burime me lëndë fosile. Gazi, Europa ka gazin kryesisht, që dihet që gazi nga djegja e gazit çlirohet dioksid karboni, nafta deri diku, pra lëndë dhe qymyri. Pra ndoshta teknologji shumë më të prapambetura, që është Europa, po themi jug perëndimore në këtë rast, apo vendet e Western Balkans, ka teknologji të prapambetur siç është ai qymyrit, prodhojnë akoma me qymyr, që do të thotë këto krijojnë një ndotje masive çlirim të dioksidit karboni, flas në aspektin europian, po mund ta çojmë edhe më gjerë Kina, apo ndotësi më i madh është Kina në këtë gjë. Pastaj vijnë vende si India, Europa, Amerika patjetër dhe me radhë. Por kjo do të thotë që kur ne ndërtojmë një sistem të prodhimit të energjisë nga burimet rinovueshme, siç është dielli. Pra këtu nuk kemi djegje, lëndë asgjë. Këtu kemi diellin që lind, qelizë e silikoni e transformon nga dritë në energji dhe ky është e rinovueshme, sepse është e pashteshme. Është gjithmonë një formë që ti e transformon, Dhe pra çdo njësi e prodhuar në këtë formë automatikisht heq apo ul ndikimin nga forma tjetër. Që do të thotë një impjant më pak të prodhimit nga gazi apo me radhë. Ka një sfidë tani më që ndoshta këtu janë gapi më i madh, sepse nga energjitë e rinovueshme shumë vende, po edhe Shqipëria, nuk po arrin të ngopi në kërkesën vit pas viti me prodhimin që bën nga energjitë e rinovueshme. Pra kërkesa, sidomos dhe tani më me AI, që kërkon energji shumë herë më të fuqishme, nuk po arrim dot, domethënë, me prodhimet e reja që po bëjmë të ngopim kërkesën vit pas viti. Imagjino si më thon, të zëvendësojmë gjithë atë që është para kësaj. Pra, do të jetë, domethënë, përpjekja do të jetë shumë e madhe, burimet dhe fokusi do të jetë shumë i lartë, në mënyrë që të kemi këtë lloj gjë. Për të rikthyer pyetjes që patjetër çdo prodhim i rinovueshëm është automatikisht një energji e jo e prodhuar nga burime fosile. Kështu që kjo e lidh me atë pjesën që si ndikon në uljen e CO2-shit pikërisht në këtë drejtim. Se atë energji që ne e konsumonim nga rjeti, i cili ka një miks energjish, që kryesisht 80% janë nga fosile, do të thotë që ne tani më jemi kontributor dhe atë sasi që e konsumojmë vetë apo në rjet është e pasur dhe automatikisht jo nga burimet të ndotjes. Çfarë ndryshimi ka mes instalimit të një paneli fotovoltaik në një shkollë apo në një institucion me të vendosurit të një paneli fotovoltaik në një familje? Ndryshimi vetëm është lloji konsumatorit në këtë rast, sepse kemi një shkollë e cila me gjas tarifën e energjisë ka më të lartë se sa një familje, për shkak se dihet që familjet në Shqipëri, pra konsumi familjar, ka një tarifë të incentivuar ose të mbrojtur nga shteti, pra me një tarifë të ulët kryesisht nëse e marrim nga aspekti europian, që paguajnë tarifa tregu, ne kemi të mbrojtur në këtë. Kurse shkollat e kanë një tarifë më të lartë, pra është lloji konsumatori që ndryshon në pikpamjen e gjës. Janë të dy konsumatorë, janë të dy të lidhur me rrjet, janë të dy që furnizohen me energji elektrike, por një familje ka një tarifë më të reduktuar, një shkollë ka më të lartë. Një. E dyta, shkolla sigurisht faturën e energjisë sistemi shqiptar ka që janë bashkitë ato që paguajnë. Që paguajnë për shkollat. Ndërkohë nga ana tjetër familja është ajo që paguan direkt nga xhepi i vet. Pra kemi një konsumator publik dhe një konsumator familjar. Të dy mund të kenë benefit të prodhimit të energjisë së tyre nëpërmjet paneleve fotovoltaike për qëllime të kursimit. Dhe ndoshta shkolla edhe për qëllime të tjera, por edhe për shkak sepse aty ka student, ka nxënës që mund të familiarizohen me teknologjinë, mund ta shikojnë se si punon dhe mund të kenë benefite për shumë projekte të ndryshme. Ka pasur donatorë të ndryshëm të cilët kanë investuar në këto shkolla
dhe parat që janë kursyer nga kursimi i kësaj energjie kanë shkuar për këto shkolla. Nuk kanë mbetur më në këtë. Unë kam qenë në pjesën e projektit DES së fillimit dhe pastaj ka gjetë zbatim në disa vende, edhe në Shqipëri, por edhe në disa vende të themit Ballkanit Perëndimor. Ky lloj modeli, i cili i jep këtyre shkollave për atë para që sot e shpenzonim nga arkat publike për energji, tani më i kthehet shkollës dhe është një formë edhe ndërveprimi edhe pasi një lloj pavarësie nëpërmjet energjisë. Po, dhe mund të themi që ndoshta implementimi i një investimi të tillë në fillim, sidomos në shkolla apo në institucione publike, në fakt mund të kursej shumë para publike që mund të investohen në mënyra të tjera, të cilat mund të jenë shumë të nevojshme vetëm nëpërmjet vendosjes së një paneli fotovoltaik i cili prodhon energji 100% rinovueshme. Eksakt. Kjo lidhet me atë që unë fola në fillim bisedës në nivel makro, në diversifikim, në të mirat që ne kemi publike. Pra para mendo, ti vetë prodhon energji, atë para e përdor pastaj po vetë, do të thotë nuk e importojmë nga jashtë, nuk ikën para jashtë, por mbetet brenda vendit, mbetet brenda shoqërisë dhe brenda komunitetit aty. Dhe gjitha kjo falë edhe teknologjisë edhe të mirës që ne bëhemi bashkë për të bërë këtilla projekte. Cilat janë sfidat kryesore që mbase duhet të adresohen? Ju e tha disa herë që Shqipëria është, si më thënë, në hapat e para të vendosjes apo të integrimit të kësaj lloj metodologjie, pra të energjisë 100% rinovueshme nëpërmjet energjisë diellore. Cilat janë disa sfida që duhen adresuar në mënyrë që ne të bëjmë këtë gjë më atraktive apo familjarët, shkollat, institucionet të jenë më të gatshëm që të marrin një investim të tillë për të vendosur panele fotovoltaike? Gjithçka lidhet me politikat. Pra, sfida e parë, patjetër plotësimi një kuadri ligjor regulativ që i bën të mundur të gjitha format që ne përmendëm më sipër. Unë personalisht kam qenë dhe jam vazhdimisht kërkues publikisht edhe kudo për këto lloj formash dhe mund t'ju them që në ligji i ri i sektorit të energjisë elektrike ka tani më edhe ka parashikuar tani më edhe komunitetet e energjisë, pagunitës mund të bëhen bashkë etj. Kjo fal edhe po themi edhe fal nevojës që ne kemi për të përshtatur legjislacionin tonë me Bashkimin Evropian, po ndoshta edhe një lloj kërkese vazhdueshme nga faktor vendas, të cilat i kërkojnë vazhdimisht qeverisë të ndërmarrë pikërisht hapat. E para është legjislacioni, pra ti ndërton një framework edhe kjo gjë. Pastaj është mindseti. Ja, është njerëzit të kuptojnë që këtë energji mund ta vetë prodhojnë, është bërit bashkë. Sfida madhe në fakt kur flas me njerëz më thon po si do t'i bësh bashkë njerëzit që ndërtojnë një sistem dhe pastaj energjinë ta përdor. Nuk ka problem. Kjo është një kohë, kjo do të doj pak kohë, por sigurisht që nuk flisim për këtë, nëse nuk do ishte skema e vetë prodhimit të energjisë, nuk do flisim për shkollat, nuk do flisim për njerëzit që prodhojnë vetë, për bizneset që prodhojnë vetë. Pra, kjo është gjë që hapat e parë. Pra, po themi, legjislacioni, paketa rregullatore legjislative plot, e këtyre që është akoma ongoing dhe në procese. Dhe patjetër pastaj një fushat që qytetarët duhet të kuptojnë që dhe këtu nuk e shoh sfidë më pak të vështirë të mindsetit, por e shoh të bëshme, sepse ne kemi edhe një gjë që i përcithim shumë shpejt teknologjitë, ne si qytetarë dhe si shqiptarë. Se vjen re për shumë trendi makinave elektrike. Jemi të parët në rajon për nga importi i shpejt dhe i përshtatjes së këtyre gjërave. Që do të thotë që ne teknologjinë e kuptojmë, ne e përdorim dhe jemi ata që i bëjmë llogaritë. Pra ulemi dhe bëjmë llogari, nuk jemi njerëz që skuptojmë dhe presim gjithmonë që shtetit na shtyj drejt gjërave të ndryshme. Jo, ne ndërmarrim dhe kërkojmë pas një lloj incentivi, pas një lloj benefiti në këtë drejtim, ne kemi marrë ndërveprime dhe pikërisht sepse na përshtatet nevojës tonë, xhepit, ekonomisë e gjitha me radhë. Kështu që këto shoh si sfida, dy sfidat kryesore në këtë drejtim. Ne po vim drejt fundit të këtij podcasti dhe do doja që të jepni ndoshta një mesazh atyre personave, ndoshta familjarëve të cilët po mendojnë të bëjnë një investim të tillë, vendosjen e një paneli fotovoltaik në banesën e tyre, po ende hezitojnë. Çfarë do t'i thonit? Do t'i thoja që në rast parë vendosja e një sistemi të prodhimit të energjisë, qoftë për banesa, qoftë për biznese, qoftë për institucione,
Para do të ketë një benefit menjëhershëm në koston e energjisë tyre elektrike. E dyta, është një përfitim makro, është një lloj centrali i vogël, sigurisht, por është në benefit të një centrali shumë të madh, që është ai që folim pikërisht të prodhimit të energjisë për nevojat e vendit vet, dhe të mos na duhet të importojmë, dhe të nxjerrim gjithë ato para, qindra milion euro, vetëm vitin e kaluar 400 milion euro të shpenzuara për këtë gjë. Pra, është benefiti makro, individual i pari, dhe është edhe ai mikro, dhe është edhe ai makro, i cili ndihmon në këtë lloj diversifikimi dhe nevojë që ne kemi imediate për të prodhuar energji nga forma të ndryshme, dhe pastaj në aspektin ambiental, sepse kjo energji që prodhojmë është e pastër. Ajo që importojmë nuk është. Është një pikë pyetje e madhe, po që nuk është e pastër. Kështu që këto janë, po themi që gjithë secili duhet ta mendojmë. Dhe mbi të gjitha, duke ndjekur dhe trendin që po themi le dhe ndryshimet në legislacion që po kemi, të jemi të hapur për të bërë bashkë. Jo më vetëm një sistem të vogël për veten tonë, po edhe një sistem më të madh diku, dhe ta përdorim gjithë energjinë tonë, me gjithë secili mund ta ndajmë, mund ta rishesim, mund ta japim, mund ta falim, dhe kjo do jetë e mundur shumë shpejt. Kështu që duhet të jemi të hapur edhe në këtyre formave të ndërveprimit për të qenë shumë herë më të pavarur, shumë herë dhe shumë herë më të dëgjueshëm dhe më të fuqishëm. Kështu nuk mund të jesh vetëm një konsumator, të jesh edhe një aktor i sistemit. Dhe kjo të bën shumë herë më të fortë përballë një sistemi monopol, siç janë sistemet elektroenergjetike përgjithsisht në të gjithë botën. Zoti Çakrizi, shumë faleminderit që ishit me mua sot në këtë podcast, edhe shumë faleminderit dhe për gjithë informacionet që ndat me publikun. Jam e bindur që ishte një informacion shumë i vyer. Shpresoj shumë që të mos kem folur shumë në makro, sepse kuptoj që tema e energjive është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme dhe e vështirë njëkohësisht për ta trajtuar nga cili do të qoftë personi. Uroj shumë të kemi dhënë mesazhe të duhura, dhe për mua është shumë kënaqësi që energjia dhe projekte sociale ndryshme ndërthuren shumë bukur për të çuar atë çfarë ne kemi benefit kryesor në vendin tonë. Ta vetë prodhojmë energjinë, të mos importojmë energji, të mos iki para jashtë, të mos ndosim ambientin tonë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve.